Në një botë ku komunikimi vizual mund të thotë shumë, ne ju sjellim biz video. Video vertikale të shkurta, por me ndikim të madh për formatin e rrjeteve sociale. Ky është produkti më i ri nga Telegrafi, krijuar për t'i dhënë zë historisë produktit apo ngjarjes suaj në mënyrë dinamike, tërheqëse dhe strategjike. Ky format i promovimit sjell një qasje të re dhe efikase në marketingun digital. Portali më kredibil ka një audiencë sociale të besueshme dhe aktive, me mbi 1.7 milion ndjekës dhe mbi 40 milion shikime në muaj në ekosistemin e tij. Çdo video shfaqet në të gjithë faqet relevante. Telegrafi tregon historinë, produktin ose eventin tënd në stilin që rrjetet sociale duan, e publiku nuk e kalon dot pa e pa. Pra, ky shërbim i marketingut është i konceptuar për të përshtatur mënyrës moderne të konsumimit të përmbajtjes, të shpejtë, tërheqëse dhe të lehtë për t'u shpërndar. E çka e bën biz videon kaq të veçantë? Prezanton produktin, shërbimin apo ngjarjen tuaj si pjesë e një lajmi mediatik. Realizohet dhe publikohet nga një media me ndikim siç është Telegrafi. Përshtatet me trendet aktuale, ofron distribuim strategjik në të gjitha platformat për ta maksimalizuar shikueshmërinë. Jep mesazh me elemente të personalizuara dhe të përshtatshme për brandin tuaj, emocione dhe brand awareness. Përdorimi i biz video si pjesë e fushatës suaj të marketingut do të rrisë prezencën tuaj në rrjetet sociale, do të nxjisë ndërveprim dhe besueshmëri dhe do të forcojë imazhin e kompanisë tuaj. Edhe e reja më e fundit, biz video në terren. Sepse ne jemi këtu për t'ju plotësuar kërkesat e juaja dhe përshtatjen me trendet më të momentit. Me këtë verzion krijojmë përmbajtje dinamike në stilin dhe spontanitetin e influencerëve të mediave sociale, por me cilësinë dhe kredibilitetin që ofron një media profesionale. Zgjidh biz video sepse kur je në rrjetet sociale duhet të jesh me stil, me qëllim dhe me ndikim. Ky format flet më shumë se çdo poster, email apo status i gjatë. Shto biz video në planin tënd të marketingut dhe le të flas komuniteti për ty.